Këtë situatë, a keni ju një bashkëpunim ndërmjet komunave dhe sa jeni në bashkëveprim për të bërë situatën më të mirë, duke kërku drejtat edhe ndërkombëtarisht dhe sa institucionet dhe sa jeni në bashkëpunim me Kosovën, me qeverinë e Kosovës dhe qeverinë e Shqipërisë me Tiranën. Dhe sa ju ndihmojnë këto juve në këtë drejtim. Sot ju keni pasur një takim me Armando Dukën, kryetarin e Federatës Shqiptare të futbollit, për një bashkëpunim me futbollin e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit. Ishte më duket edhe kryetarja e Preshevës, apo jo? Po, ishim bashk. Po Medvegja nuk pruri njëri? Nuk pruri Medvegja njëri. Medvegj për fat keq kanë mbetur një numër i vogël i shqiptarëve që jetojnë. Atje ndodhi spastrimi më i madh etnik në vitin 2015, ku diku për një periudhë 6 mujore u pasivizuan adresat rreth 5.000 shqiptarëve, të cilët mbetën pa dokumente dhe tash ajo pjesë do të thonë jetojnë një numër shumë i vogël i shqiptarëve, diku rreth 500 shqiptarë jetojnë në Medvegj. Dhe fizikisht Medvegja është edhe shumë më larg se Bujanoci dhe Presheva që e kanë afërsinë mes veti. Prandaj ne ishim sot, unë si kryetari i komunës Bujanocit dhe zonja Sinani, kryetare e Preshevës, ishim në Federatën e Futbollit Shqiptar, ku bashkë me presidentin Duka nënshkruam një memorandum bashkëpunimi i cili ka të bëjë me dhënien e shanseve të trinjve që të testohen, të vinë të trajnohen në Shqipëri. Pra bëhet fjalë për disa projekte ku zoti Duka, Federata e Futbollit Shqiptar do të investoj në Luginë Preshevës, kryesisht në futboll. Në një farë forme po bëjmë bashkimin kombëtar në futboll. Pasi nuk mund ta bëjmë në sfera tjera. Bashkëpunimi mes komunave gjithmonë kur është në interes të shqiptarëve ne bashkëpunojmë, jo vetëm me komunat, por edhe me partitë politike të cilat kemi sigurisht divergjencat tona, në interes të komunitetit shqiptar ne gjithmonë jemi një zërit të bashkuar. Institucionet në Shqipëri dhe në Kosovë, mund të them sa i përket Shqipërisë, ne si Bujanovc kemi raporte korrekte, kemi raporte të mira me institucionet këtu, kryesisht me Ministrin e Punëve të Jashtme, me Bashkinë e Tiranës. Ministri e Punëve të Jashtme. Ministra tani, po ministri e re ende nuk e kemi takuar, po në të kaluarën me ministra tjerë kemi pas bashkëpunim të shkëlqyshëm. Komuna Bujanocit është pjesë edhe Unionit të Bashkive Shqiptare, të cilën e ka themelu Bashkia e Tiranës, ish kryetari Erion Veliaj, dhe kjo vazhdon që të kemi projektet për bashkëta. Ndërsa sa i përket Kosovës, për fat keq Komuna Bujanocit nuk ka raporte, nuk ka komunikim as zyrtar as privat. Me Kosovën? Me Kosovën, po, për shkak se kryeministri Kurti në Bujanovc ka përkrahur vetëm një parti politike dhe bashkëpunon me vetëm një parti politike dhe nuk i njeh institucionet lokale. Realisht nuk njeh pluralizmin politik. Po, nëse e njeh pluralizmin politik dhe demokracinë, atëherë unë jam fituesi i zgjedhjeve në komunën Bujanovcit, unë jam kryetar i komunës Bujanovcit, i zgjedhur me votë të lirë dhe nuk pranon të bashkëpunoj me neve, bashkëpunon me komunën e Preshevës, bashkëpunon me Këshillin Kombëtar Shqiptar, me deputetin atje, mirë po jo edhe me komunën e Bujanocit, dhe kjo vetëm për shkak se unë jam kryetar. Po të ishte kryetar dikush nga partia me cilën ai bashkëpunon, sigurisht që do të kishte pas bashkëpunim.